Po presim, ne po presim. Na imroni kryetarin ne po presim. Sot e mi mbledhur gjithë operatorët e Ksamillit, ndër këta jam edhe unë që jam operator gati 30 vjet, që në 96. Edhe kemi ardhur këtu se neve gjithmonë kemi një problem çdo sezon, fillim sezoni, jo fund, si fillim sezoni. Këto probleme të japin fund sezoni këta, që edhe neve të dimë se çfarë do bëjmë. Butja Leverdis të punoj, mos ja Leverdis mos punoj. Këta kanë caktuar 4 korridore që atje nuk punon dot asnjëri. Se këta nuk e shikojnë, caktojnë korridore vetëm kur është i qetë. Nuk e caktojnë kur ka dallë. Ne kemi OBB sa platforma uji që shërbejmë turistave sa më mirë. Dhe këtë që ne jemi taks pagues të rregullt, dhe këto taksa nuk e dim se ku vjen. E bashkia do t'i marrë masat që të bëj korridore vend bazime që të jemi të mbrojtur dhe nga era. Janë gjithë këta operatorë, të gjithë janë taks paguesa. Edhe jemi të shqetësuar, por çdo vit ky program është. Nuk e dim kush ka do të marrë fjalën. Bashkia duhet, vetëm Bashkia vetëm këtë ditë të marrë taksat, edhe nuk do bën asnjë lloj korridori që ne punojmë lishur, se edhe ne nuk na intereson të punojmë gjithmonë me stres. Kemi problemi më të madh për antorimin e mjeteve lëndruese, si edhe për korridore. Ne kam thënë që duhem të mbyllen të gjitha, domethënë me tapa jashtë, sikurë që neve për fat të mirë, ai lart kemi ishu të mbrojtur. Dhe s'kemi asnjë vend ankorimi të mjeteve lëndruese. Domethënë, me forcat tona e kemi sistemuar mbas ishujve që aty ne jemi më të mbrojtur. Duan të na nxjerrin dhe qandej të thonë dhe na thonë që dini në teren, jashtë ishujve. Korridore nuk ka. Vend bazim nuk ka krijuar bashkia as diçka, domethënë që të lidhemi, se ne nuk kemi kundërshtim. Po bëhet vendi limani, siç është siç është në çdo vend, dhe të ankorojnë mjetet, dhe të punojmë. Por tani të dalim jashtë Ksamillit, nuk mund dalim dot për arsye se mjetet duan një vend të mbrojtur. Ne ato vende kemi krijuar vetë. Dhe duan na përcjellin që ne jemi operatori me taks pagues të rregullt, ka gjë vite në punë dhe çdo vit i njëjti problem. Dhe kjo gjë ndodh në fillim sezonit, nuk ndodh në fund sezonit. Tani ne kemi marrë masa, jemi përgatitur të presim turistët. Nuk kemi përgatitur që të bëjmë rëmujra. Ne na duhet vetëm mbështetja nga bashkia, sepse bashkia e ka në dorë, se as kapiteni e asgjë. Nëse vendimi i Këshillit merr vendim që të vendohet të heqen tapat, të heqen korridore, të lënë 4 korridore, atje do mbiten të gjithë skafet, dhe një herë që do rrihen të gjithë operatorët me njëri tjetrin, e do çajnë të gjithë skafet e Ksamillit, e ku do vjen gjithë ato lekë kanë hedhur njerëzit. Albiano.